Mbjetesa e këtyne këngëve, apo e qelësi që thoi magjik i këtyne këngëve, mbetet prapse ne kemi ditë të kompozojnë. Jo të them të drejtën, na kur as që jemi nisë në atë mënyrën që për shembull një këngë të incizohet o të bëhet hit. Ja. Une, më thonë të drejtën, ja kemi po hajrë në disa gjanave dhe shkollime e bon të vetën. Pse se të kompozosh këngë, këte disi neve vetë preferenca e profesorëve tonë, na preferojshin që të vije një këngë, një realizim një këngë, duhet ma parë të shfletot pjesa tekstore, të jeton kompozitori në tekst. Une nuk i marrë faj këtu këngëtarët, se këngëtari marrët për kompozitori, është ai trekonshi, dhe me thonë, dhe këtë është kënga, nëse arrin, është kompozitori, po këptot është edhe njonsa e këngëtarit interpretuesit. Dhe mbjetesa e këtyne këngëve, apo e qelësi që thoi magjik i këtyne këngëve, mbetet prapse ne kemi ditë të kompozojnë. Unë për veti, në ato sozat e mia, nga preferimi i profesorëve, jeton e thëke në tekst. Merë, një muj ditë në të pushon tekstit të këtyju. Frymëzov ti në tekst, ku është ajë sentimentalizmi, ku ta di une pjesë melankolika, ku ta... Dhe merri pastaj e qëndisi ti me onë të klaviaturës apo kitarës. Qëndis në ato nota. E ju tash e kundër ta është diçka. Si punot? Tash, më parë punot pjesë kompjuterike, se thash unë pak ma herët në studiot e djalim, i punojnë për shumë mënyrën instrumentale, edhe shpesher i kom thonë edhe djalit. Mon bab, pse kështut? Jeton tekst njerë, e pastaj teksti të ta sjell formën muzikore. Dhe nuk kjo është një gabim që po e bojnë edhe të tjerët, por çka me bota shkoha e bon të vetën, por du t'i mesmi originalitetit që të mbjeton një kongë, ose qysh kanë mbjet këto këngë tona, mos e 40 vite, jo vetëm të rikësit, po shumë të grupeve, që sot interpretohen me shumë gjenerata, me shumë i opin përmbajtjet të ndryshme, karaktere ndryshme, aranzhmonet të ndryshme, dhe më thonë këngës. Por nuk i prapse ajo nuk i fizionomia saj. Por këto deshta më thonë që të mirët, thash pjesa tekstuale, të shëndisin ato nota, të kompletohet kënga, pastaj interpretimi, dhe kështu që unë e mendoj që këtë mënyrë mbjeton kënga shumë e shumë. E jo, për shembull, pjesa melodike dhe të futet pastaj pjesa tekstuale, ajo nuk koordinohet në atë aspektin muzikor. Ma mërmendja kështu. E përmendet edhe ju që ka ndryshu shumë qka me kohën edhe në aspektin e teknologjisë, po besoj që në kohën kur keni fillu ju dhe grupet tjera në atë kohë, keni pas ndoshta vështirësijet e saj përket sigurimit të instrumenteve, apo jo, për ndonjë qoftë incizim, qoftë ndonjë festival, mbrëmje muzikore, sa keni qenë mbështet për njëri tjetrin? Kjo është, edhe kjo është tim në veçanti që në rajon si të rinë, na kishëm pak një farë imazhi, sot nuk do, por mungojshin të ne shumë gjona që jo për pas studiove. Se dhe në Radio Prishtinë kemi pas studio në 4 kanale. 4 kanale që aty aqë mënyra ka qenë e vështirë të vije dhe të incizimi i një kënge, sepse u duket këtë grupi të shkojmë 3-4 dhe të vazhdojnë në shirit të incizohet ajo e tëra, do me thonë pjesa instrumentale, pastaj shkoj ka ajo dhe shkoj ke vokali.